Pas një pritje të gjatë ka nisur zyrtarisht ndërtimi i Muzeut Dritor Agolli, një projekt që i bën derë jo vetëm letërsisë shqiptare, por edhe gjithë treve së Devollit. Kjo vepër kulturore pritet të kthehet në një nga pikat më të rëndësishme të turizmit kulturor në qarkun e Korçës. Muzeu do të përfaqësojë denjësisht jetën dhe veprën e trashëgimisë së një prej figurave më të mëdha të letërsisë shqipe dhe një devolliu të shquar që lartësoi emrin e vendlindjes së tij brenda dhe jashtë vendit. Projekti i iniciuar fillimisht në fillim të viteve 2000 qëndroi për shumë kohë në pritje. Vetëm një vit më parë nisi të marrë jetë në mënyrë konkrete falë angazhimit të komunitetit vendor dhe mbështetjes së institucioneve lokale. Pjesa e aktivitetit në provurim ishin gjithashtu kryetari i qarkut të Korçës Erion Exhipi dhe artisti Endre Fifo, cilët vlerësuar rëndësinë historike e kulturore të kësaj ndërhyrje. Më së fundi, gjatë vitit që kaloi, në bashkëpunim me Këshillin e Qarkut Korç, ne bëmë të mundur alokimin e fondeve të nevojshme për ndërtimin e Muzeut Dritor Agolli. Është një vepër e cila do t'i japë vlerën që i takon kolosit të letrave shqipe dhe atij të cilit ne na ka nderuar si zonë, si krajinë, si Devoll, por jo vetëm Devollin dhe Korçën, por ai është dhe një aset i letrave shqipe të mbar vendit. Ky është një projekt që do bëhet me dashurinë e devollinëve. Është kërkuar nga devollinët, është projektuar nga devollinët, por zbatohet nga kompani nga Devolli. Unë ndihem shumë i kënaqur që Këshilli i Qarkut Korçë dhe Bashkia Bilisht po hedhin hapat e sigurta për realizimin e kësaj vepre shumë të madhe, madhështore mund të them, për poetin ton të madh, birin e Devollit Dritor Agollin. Afati i realizimit është 6 muaj nga momenti i dorëzimit të sheshit të ndërtimit. Ky projekt pritet të kthehet në një emblem të trashëgimisë kulturore shqiptare dhe një atraksion i ri për vizitorët që frekuentojnë juglindjen e vendit, duke bërë Devollin një pikë referimi për turizmin kulturor në Shqipëri.